pse është me rëndësi ka njëherë na vetë me i diskutu dyshimet. Janë dy rrugë për me trajtu një dyshim. Njëna rrugë është me sakt, me drejt, në të cilën fitojmë edhe ne, e rruga tjetër është ma shumë problematike dhe kishim mujt me thonë nashta nëse na vlejohet, kishim mujt me thonë edhe nuk është këtë rrugë e drejtë. Edhe po du m'ja nis për një shembull. Cili është reagimi i parë i një njeriu që i shkon mendja se nuk e ka telefonin me veti? Reagimi i parë mas pari i kthyer në xhepa. Ku e ka telefonin? Nëse nuk e ka në xhepa telefonin, e kërkon tani nëse është në vetur ose e kërkon në dhomë ose del jashtë vetes, tani e kërkon telefonin eventualisht në qatë ambienti ku ka qenë ulën se ku ka qëndru. Nëse edhe aty nuk e gjon, tani fillon me mendu ku ka më herët. Edhe eventualisht a ka mujt me arrun në qëto hapsira ku ai ka ekzistu më herët. Qa po du me thonë me qitë shembull? Kur njeriu dyshon mbindjet e tij, qofshin fetare, qofshin bindjet natyrave tjera ose të fushave tjera, shtrohet një pyetje. Ku do të me hulumtu ai nëse ka një dyshim për fen e tij, për një bindje, për një interpretim fetar, dyshon? Problemi është tani çysh e trajton dyshimin. Na po thojna kështu, kur njeriu dyshon në bindjet e tij, në historinë e tij, në çfarë do rrafshi, ku do të me kërku përgjigjen mas pari? Pari do të me hulumtu në librat tona, te historianë tonë, te struktura e formimit tonë. Nëse kjo nuk na shëron shpirtin, tani kalojmë dhe i lexojmë edhe pikpamjet e tjerëve që janë jashtë nes, që mundën me qenë edhe meq, po mundën me qenë edhe armiq. Për shembull, njëri është musliman, dyshon diçka në fenë e tij, logjikisht në radhë parë ai duhet me lyp përgjigje prej fesë tij, teksteve të tij, na interpretuesit fesë, në qatë strukturën e tij fetare, në rrethin e tij fetar, te dietarët e tij të fesë. Nëse ata nuk ja mushin mendën, tani ai mund me dalë për te me kërku domethënë informacione edhe jashtë strukturës të tij informative. Po është logjike për shembull, një njeri prej neve dyshon diçka në fe, në vend si me hulumtu që të problem të feja, të interpretimi fetar, shkon e lexon i libër të ateista. Perfekt, ata çat punë kanë. Ata nuk e kanë punën me të shëru dyshimet, ata e kanë punën me të shti dyshime. Domethënë, problematika është renditja kur ti ki dyshim në çështje fetare, që po thamë është krejt normale. Vetëm tani shtrohet një pyetje, ku informohesh ti? Jo për çdo dyshim fetar, do të me hulumtu te qarqet ose